Pra, unë, po të shkoj tek mjeku i familjes sot, si kundër dhe ti dhe kushdo tjetër, data më e afërt është 1 muaj larg. Më e afërt, po të them me mik, pra po të ketë ndonjë datë të lirë e tjerë. Më larg, ta pastaj shkoj 1 muaj e gjys, 2 muaj e tjerë. Po mirë më, unë, a pres dot, unë situatën e kam sot, se pas 1 muaj e gjys ose pas 2 muajsh, unë jam shëruar ose kam vajtur tek të shumtit. Nuk kam zgjidhje tjetër unë. Te private. Po mirë më tani, jo. Apo e kishe fjalën larg qoftë. Larg qoftë. Po kjo ndodh. Tani si doja bëja 150.000 lekë kur thot 380 kushton një analizë e prostatës, mos gaboj apo e pankreasit. Po, e prostatës ta ku shkoj te urologu dhe më thot 380 më shkon, 220 kam pension. Disa analiza ka kështu në QSUT të cilat ka një kozë të caktuar që nuk i bën koncesionari. Që nuk i mbulon, patjetër. Zero. Nuk mund ta them. Nuk ka më skandal se sa një smur, cili vuan nga kanceri, nuk bën dot analizat në shtet përpara kimjos, sepse nuk ka fonde, nuk mbulohen analizat për ta, por ai duhet shkoj tek spitali privat për t'i bërë. Po një smur me kancer, një herë 21 ditë, një herë në javë, varet se ka i protokollin e bërjes kimioterapisë, nuk shkon dot, nuk të shkojnë privat. Atëherë do kaloj aty. Plus pastaj pjesa tjetër. Aty ku morën intervistat, që ka marrë gazetarja intervistat, në krahun njërin krah që është po ndërtohet një hotel edhe një parking. E kupton? Ne vuajmë, ne s'kemi analiza, ne s'kemi brakiterapi, s'kemi PET scan, s'kemi trombektomi, nuk kemi lloj pajisjesh të ndryshme, s'bën analizat, ne po bëjmë hotel dhe parking. Ne nuk kemi shtrime. Privati, shteti, çfarë hoteli ke që për ta sqaruar ata për ata që bënë ndjekjen? Ai është një hotel i cili është bërë duket nga Fondi Shqiptar Amerikan i Zhvillimit. Fondi Shqiptar. Si? FSHZ. Atëherë ndjes. Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit është i shtetit tonë. I shtetit, okay. Pra në këtë formë po ndërtohet sepse ne kemi nevojë për parkingje, jo për shtretër, jo për analiza, e jo për pajisje të ndryshme. Ndërkohë është shumë e rëndësishme për të kuptuar ministria ku është. Po të bëj një pyetje, nuk e di, që s'është pjesë e këtij paneli, se mendoj zëri i saj është kryesori. Po më pyet mua nëse e kam kontaktuar, patjetër, përderisa unë jam përpjekur të kem gjitha palët, nga ty që je kolegu im dhe merresh me investigimet e tjera, tek qytetarët, tek mjekët, tek ekspertët, tek aktivistët dhe juristët, patjetër që unë kam kontaktuar disa persona nga Ministria e Shëndetësisë dhe deri në këtë momente nuk kam marr asnjë përgjigje dhe nuk e kuptoj pse, ndoshta nga që ka qelluar fundjavë, unë kam kontaktuar që të premten, apo kam qenë të dalin 4 veta, të dalin një gazetar. Por nuk kam patur asnjë reagim nga ana ministrisë. Të dalin një gazetar, një avokat, 2 doktorë të nderuar dhe thonë që QSUT-s, spitalit më të madh universitar, një kemi ne universitar, pra që trajton këto lloj smundjesh, nuk po bën analizat, mos dali ministria dhe thotë ju gënjeni, ju dezinformoni, ju bëni fake news. Atëherë një të vërtet ka, që gjitha çfarë ne themi, që un jam totalisht i bindur se kam fytyrë për të ruajtur dhe nuk bëj dot as fake news, as dezinformim, gjitha këto janë vërteta. Dhe gjitha mbi kurrizin e shqiptarëve. Tha jo zonja atje, ikni. Jo, pra jo, se nuk duhet ikim. Nuk duhet ikim, duhet qëndrojmë edhe të gjithë se ne nuk dim, ti je i shëndetshëm sot, por nuk e di çfarë të ngjan nesër. Ti, nëna, babai, motra, vllai, çdo pjesëtar i familjes. Po duhet ngrihemi, duhet kërkojmë analizatona. Kjo s'ka parti politike, se unë e them gjithmonë, në shëndetësi turp kush fut politikën në të, se nuk ka të bëjmë i martë, i djathtë, i qendrës, i ekstremeve e tjerë. Gjithë jemi njësoj, do shkojmë aty të marrim shërbim. Duhet të dalim aty. E di çfarë ka ndodhur në Slovaki për të bërë dhe një apel mjekëve. Në vitin 2011, 2400 mjekë në Slovaki japin dorëheqjen. Mjek. Nuk është largë, Slovakia. Pra është në këtë rajonin tonë. Dhanë dorëheqjen sepse nuk kishin kushte, nuk kishin ilaçe, nuk kishin analiza, kishin godina të amortizuara dhe shteti hyri menjëherë në diskutime në marrëveshje me ta për t'i plotësuar gjitha nevojat. Dhe ndërkohë mjekët në Shqipëri ruajnë dorën, e kupton, ruajnë dorën, mos lçojnë një analizë më shumë se do ta ruajnë për një pacient që do i vinë nesër, se ndoshta ai pacienti nesër nuk do bëj asnjë analizë. Po nuk ka më gjë më të frikshme. Edhe mjekët duhet të reagojnë, do të reagojnë edhe qytetarët, edhe mjekët, sepse mjekët nuk po respektojnë sot betimin e Hipokratit. Ti pyes këta të dy që i kemi në studio, 2 mjekë të nderuar, cilët sigurisht. Po, doktori është një nga ata që ka reaguar dhe ku ka shkuar, por ama, nëse 500 doktorë si ti e bëjnë ato çfarë ti ke bërë, nuk kanë çfarë i bëjnë se nuk e kanë atë luksin për të hequr 500